Përshëndetje. Përshëndetje. Unë jam Kristian Pylla, daja i dyshumit për vrasjen e gjyqtarit. Pastaj kalaja deri në sallën e gjyqit. Kapelit të Gjira. Kristian, përse na ke kontaktuar? Në vallë parë duhet të shpreh ushtrimet e mia familjarëve edhe të afërmeve të gjyqtarit. Zotit asaj kalaja, të ndjerit asaj kalaja, edhe juroj shërin shpejt dy plagosurve tjerë që kanë met nga kjo ngjarje. Atëherë, unë ju kam kontaktu për me hell pak dritë, se tu pa mram normalisht disa studio televizive, disa gjana që u thanë ndaj personit, ndaj nipit tem, ndis shkamit. Çfarë mund të thuash ti si daja i Elvisit, prarjes në fjalë, përse rrodhi gjithë kjo situatë? Kjo pa pikë dyshimit është një strumullar që është ba nga ana e shtetit letona. Elvisi është viktim e drejtësisë pa albën. Sa vite kishin sa i përket çështjes së pronës, pra problemi me pronën ka qenë i Elvisit apo i xhaxhait të tij Gjonit? Atëherë, problemi me pronën ka kanë i xhaxhait ose i gjithë pjesëtarëve familjes Shkami, se tu kanë se në Shkodër njohim shumë këtë lidhjen e gjakut, edhe a kanë një problem familjar, le të themi. A kanë problem familjar, jo vetëm i xhaxhait, po i gjithëve bashkë. Në atë sa kam informacion, këta janë pronar të ligjshëm të objektit, cilin e kanë ble nga shteti, ja kanë ble shtetit, për atë në thash shteti, Bashkia Shkodër, bashkëpunim me komisariatin, se nuk është çështje e linën 3 ditë e funit, pa 15 vjetë, e mos më tepër, që këto persona, aja është një objekt i blem nga ana e familjes Shkami, që ja kanë ble shtetit. Unë, në atë pallat aty mran, unë kam ca kushërit tjerë nga ana nëns, që më kanë thanë, po, është e vërtet, ata i kanë letrat e sakta, ja kanë ble shtetit këtë objekt, edhe na, kur të na thojnë shteti me dalë jashtë që shteti ne të na gjej një zgjidhje, na jena dakord me elshu atë objekt. Për atë thamun që strumullari është shteti, se shteti ja ka shit këtyne, e ka lënë edhe ato mran. Të njotrualli edhe personit në fjalë pra familjes Shkambi edhe banorëve të cilët pretendojnë se është tokë e tyre. Absolutisht, banorëve nuk e dia ju ka bë shitje as ju ka bë shitje, se nuk kam marrë me banorët para, nuk kena dhëna se çka kanë bë banorët ose si. Un kam dhëna se këto ja kanë ble atë lloj objektit, ja kanë ble Bashkisë Shkodër, ja kanë ble shtetit shqiptar. Edhe banorët aty s'kan një gjuhë me dalë jashtë. Këto janë po aq qytetarë si familje, sa që është edhe familja e të ndjerit Astrid Kalaja. Nuk janë uzurpues të asnjë gjaje. Pra, familja Shkambi ka pasur 15 vite që ndiqte procedurat ligjore. Absolutisht po, mos më shumë, që po prishin një venim, edhe gjithë shpresa, edhe gjithë çaja kishte besuar shtetit. Ka dalë disa herë në media, ka folë në media, Elvisi nuk është prezantu kur, media as me banorët, se Elvisi ka pas një shpresë shumë të madhe në drejtsinë shqiptare. Po për dy të plagosur e tjerë, domethënë çfarë lidhje kishin? Pra ata kanë fituar në momentin që ka ndodhur ngjarja, ata kanë fituar procesin gjyqësor. Po, venimi gjykatësit, venimi ndjerit gjykatësit. Astrid Kalaja mund të ketë në marrjen e një venimi të tillë, ato dy janë babë e birë, janë po, kanë me sa informacion kam unë, kanë një hymi aty në pallat. Janë pjesëtar, janë banor të pallatit. Elvisi është viktim e strumullarit ngarkum nga shteti.
Elvisi nuk ka lidhje me grupe kriminale, Elvisi nuk ka qenë kur pjesë e një debatit me fjalë. Na distancohena komplet nga deklaratat e zotit Gjovalin, distancohena komplet nga deklaratat e zotit Gjovalin, dhe sa mora vesh unë është shoqnu në ambientet e komisariatit, jep përgjigje ai për çka ka fol. Elvisi është viktime e shumë gjanave. Për të kryer sulmin, mendon se ka patur edhe ndonjë indicie, le të themi, nga ana e Xhaxharit të tij? Absolutisht, jo. Për ta përmbyll, atëherë do të them një dy fjalë për Elvisin. Elvisi është një djalë 31 vjeç, një djalë ekselent në shkollë, që ka marru gjimnazin si nxënës ekselent edhe shëmbullor, një djalë shëmbullor në krejt komunitetin e Shkodrës, edhe për kush e njeh, një djalë që në jetën e tij nuk ka pas një sherr qoftë edhe me fjalë, me asnjë person të vetëm në jetën e tij. Elvisi nuk është vras. Elvisi nuk ka kënë. Elvisi është djalë me integritet, Elvisi është djalë me perspektivë të madhe në jetë. Elvisi po mbarote studimet në universitet. Elvisi është djalë që sorollatet tash 25 vjet shtëpi me qira. Për këtë arsye se shteti nuk i kthete shtëpinë e vet, tokën e vet, edhe ai pagun qiran tash 25 vjet. Një mesazh për drejtësinë, Kristian. I bëjmë thirrje drejtësisë, gjyqtarëve, prokurorëve me herim fell për çka ka ndodhur. I bëjmë thirrje që të merren edhe me shkaqet se si një qytetar i thjesht, një qytetar që gjithë jetën e tij ka vujt për drejtën e tij, një qytetar i edukum, një qytetar shembullor, mundet me shkru në një akt të tillë. I bëjmë thirrje drejtësisë, i bëjmë thirrje mediave, se pash edhe në media mram, jo djalë që s'ka punu, jo djalë. Elvisi është djalë që ka punu në jetën e tij, Elvisi është djalë që është rrit me halle, me probleme. Nuk është Elvisi, nuk ka Elvisi as makinë shtrejt. Elvisi për punëzi ka shku me makina të rastit seancën gjyqësore në Tiranë. Di që Elvisi i ka ardhur thika këtu nga drejtësia, që nuk ju la. Edhe ka nërmarrë një akt të tillë. Kështu që ju kisha bë thirrje gjyqtar, prokuror, hetuesa që ta hetojnë këtë çështje, të merren edhe me shkaqet si një djalë i tillë shembullor si Elvisi ka arrit me ndërmarrë një akt të tillë. Faleminderit, Kristian. Faleminderit si juve.